Nxënësi i shkollës profesionale Shërbime Korç, Joanis Myrtollari, ka fituar për të dytin vit radhazi medaljen e artë në kampionatin e lojrave dimërore speciale të zhvilluar në Çeki, në disiplinën e skive alpine, duke sjellë një tjetër sukses për shkollën dhe vendin. Ke arritur një tjetër sukses duke marrë sërish medaljen e artë. Si ndihesh? Shumë mirë. Vera vendin tim shqiptare shumë mirë fare. Trego pak për emocionet e garës. Shumë. Vendi ishte shumë mirë. Për të mbaj mend sa ishte shumë veta, këta nuk ecin shumë. Ishte shumë gara fort. Pse të pëlqen skijimi? Qetëson shumë. Për sportiv, liron trupin në punërat, këto gjërat. Edhe kënaqesh shumë. Mësuesja ndihmëse u shpreh se Joanis i ka bërë të gjithë krenar me vullnetin dhe arritjet e tij, duke qenë shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët. Normalisht unë ndjem më shumë krenar për Joanin, pasi dihet që Joani është një nxënës me nevoja të veçanta dhe kjo është goxha arritje për atë, si në shkollë dhe në aktivitetet jashtëshkollore. Pavarësisht sfidave si person me aftësi ndryshe, suksesi i Joanis dëshmon se përkushtimi dhe mbështetja e duhur mund të çojnë drejt rezultateve të mëdha.